Si ka i kërkoha martesës e të rinjt, po nuk po martohen më? Po është ligji i natyrës, nuk mund t'i koha martesës. Po pse ka rënë numri martesa? Ka rënë numri sepse ju gocat jeni shkëlqare. Se nuk doni një burr, doni 3 burra. Një në shtëpi, një në punë, një në rrugë. Po djemt. Mode. Ne kemi vite që jemi martuar të fusha. Ju e bëni të rinjtë të kanë mendjen e tyre. Pse ka rënë numri martesa? Si? Pse ka rënë numri martesa? Është bashkëjetesa tani. A mendoni se martesa ka dalë jashtë mode? Urdhë? Martesa ka dalë jashtë mode? Martesa jashtë mode. Po pse më rëgjot të dele martesa jashtë mode? Po shëtë dele jashtë mode martesa, ku të shkin 33, që të bëjnë? Ku të shtohet popullsia? Arsye pse dele martesa jashtë mode, s'këtë që në marrë veshtë. A do ishte më mirë që të bëjë një kontratë për martesën dhe mos ishte ajo fjala për gjithmonë bashkë? Çdo 5 vite të rinovohej ajo si kontratë. Çish është? Je fati im tresh me mu një vdekje. Deri në vdekje ta mbillim bashkë. A në mbas vdekjes, ç'kem shtëpi tonë. Shumë të gjë. Nuk ka ajo martesë me kontratë. Mi hat të marron prallën me ti. Ana tam hikta se s'bën për mua, marr këtë tjetrën për shkak. Mos u më gjë për kapital gjatë. Nuk ka, martesa tjetë, për shembull, u fiun bashkë, u martohen bashkë, ta mbillim jetën bashkë. Se mbërë mi vakoj mu në spital me gruën. Tha, jam bëni një fëmijë mirë, tha, merr një tjetër, si më tu gjeti, tha shumë. Tha, që të viun, vinë taj, a bësh në nëtollës, jo, a shtoj veshtë, du në për kalamaj. Nuk duhet për të bëqej, se për të bëqej rrugave ke sa të duash, jef ka rrugash. Në farë për shpehem e gjatëm, në të kumë si fëmijën tim. Këtë kishe për mu për martesat bëhet, metohet marton, metohet vdes. A më kupton? Jo, të marrë se tonë, të bëj kontratë për 10 mujtë, lejë, të mas 10 mujtë marrë një tjetër, kontratë. Sa mu prallë për shemë. Ka dalë jashtë mode? Asgjë është jashtë mode, çdo gjë është për kohën edhe për drejtat e njerëzit që ta shijojë jetën. Po pse është ulur numri i martesave? Ka shumë arsye që është ulur. E para është ekonomia, është dëshirat e njerëzit, shpirtit, trupit, janë shumë gjëra që ndikojnë. Çfarë po pengon të rinjt që të martohen? Po ekonomia është baza, edhe duan që ta shijojnë jetën. Cila është mosha ideale që mendoni ju që është për të martuar? Për të martuar, mosha ideale që njeriu mos merret vetëm me familjen, duhet të jetë paktën mbi 35 vjeç. Që të merret me familjen, mos ta ketë menjen, ti ketë marru aventurën e rinisë, si më thamë. Kështu mendoj unë. Dalë jashtë mode martesa? Të themi fjalë, unë jam i divorcu, edhe nuk flas dot më. Kaq. A duhet mendimi juaj për këtë gjë? Nuk është normale. Nuk është normale. Nuk është normale. Çfarë nuk është normale? Të martohesh apo të Nuk divorcohesh? është normale për divorcim. Jetë e lumtur, jetë bashkëtorë mirë, e bukur, siç e ka krijuar natyra. Pavarësisht se ka filluar. Çfarë çon në divorc? Çfarë mund të jetë një shkak që mund të çojë në divorc? Tash shkaku divorcet ka shumë gjëra. Unë për veten time kam ca gabime të mia dhe marroj puna, kaq. Nëse martesa ka dalë jashtë mode? Martesa jashtë mode. Tash kjo është një gjë, me fjalë, që e pa kuptueshme se s'del kurrëherë martesa jashtë mode. Për arsye se është një gjë familjare, një gjë që të krijohen familjet, një gjë që të krijohen njerëzimi. Të që ku diun si mund ta kuptoj këtë unë. Nuk ka mundësi të dalë jashtë mode martesa. Po ka e diçka që nuk është martesa që ka qenë dikur, nuk kanë bazat të sigurta, futen djenë gocat pa u menduar 2 herë, edhe futen martesës, po se ku del më vonë nuk dihet. Qofse do lidhesh martesën lidhe me mendjen në kokë, edhe me mos u nda, deri në kreqni, deri në vdekje. Kështu ka qenë më përpara për ne moshën tonë. Sot rinia, sot martohen, sot mas 1 javë, 2 javë ndahen. Duke qenë se kohët kanë ndryshuar, ka më shumë probleme sociale, a nuk do ishte më mirë që të kishte një martesë si kontrata, që çdo 5 vite të rinovohej? Martohesh sërish, mos ishte ai betimi për gjithmonë bashkë. Po pse çajën ata lobjon atë jeme me kontratë, një maqum.
Ja, s'ka mundësi, nuk ka mundësi me kontratë. Kontrata është e përhershme, u martove dhe bënë men. Unë kam 2 goca të nda me fakt. Njëna u nda mas 18 vitesh, edhe tjetër u nda mas 1 vit e gjysmë. Por që për mund unë kanë pëlqy. Çfarë mendoni ju që të qonë në divorc? Ë? Çfarë qonë në divorc? Çfarë qonë në ndarje? Nuk e kuptoj. Çfarë shkakton ndarjen? Nuk kanë ndarje, për nuk është e mirë. Po përse vjen ndarja? Nga se ndodh? Tash ndarja për kohën e sotme vjen nga ajo me fjalë që gruaja nuk është e vendosur, se më përpara ka pasi diçka tjetër, më falni se pesë gjasë ndoshta, që kur vende ke burri e ulte kokën, edhe rritet çfarë thoshte burri, bënte gruaja. Ashtu ka qenë ajo me fjalë mentaliteti e saj kohe. Nësa sot gruaja thotë jo mun, burri thotë jo mun, edhe dalin mos merr veshje me njëri tjetrin, pastaj ekonomia, pastaj shoqëria, pastaj janë më tepër me fjalë janë si çam mund të themi mund të tradhtia ndërmjet bashkëshortëve. Edhe kështu që për nga ajo vjen më tepër ndarje, po nuk është e mirë. Martesa ka dalë jashtë mode? Urdo, Martesa ka dalë jashtë mode? jo, ka rregulla tamam, Pse nuk po martohen më të rinj? mbarë të vej. Martesa ka dalë jashtë mode? Jo, nuk mendoj. Jam tradicional dhe konservator në mendimet për familje. Ka të rinj që e shfrytësojnë lidhje dhe ato dalin jashtë asaj traditës tonë. Ende jo. Pas Dhe shifrave, shpresoj. numri i martesave ka rënë dhe numri i divorceve është rritur. Nga mendoni se vjen kjo? Nga mendjeletësia e të rinjve, nga bashkëjetesa, një periudhë vërtet mund të jetë njohje dhe kanë pozitive, po konsumohet shpejt, kështu që edhe nga të rinjtë që kanë atë konceptin, kur rafsha mos u vrafsha, hajde më, po e provoj çfarë ikë këto merr tjetrin. Po sikur ta bëjmë martesën si një kontratë, mos jetë e përjetshme, mos jetë ai betimi për gjithmonë bashk, po të bëhet që çdo 5 vite të rinovohet. Edhe mos ketë nevojë për divorcin. Po pse s'ka nevojë, kush nuk e kur konsumohet martesa, atëherë s'ngelet gjë tjetër veç se ndarjes. Divorci është i lejuar, kështu që ata që nuk e gjejnë veten Po, mas pak normalisht, divorcin, bëjmë ose kontratën, themi. unë nuk jam kundër divorcit, ha? Absolutisht jo. Po me kontratë, martesë me kontratë, jo mos jam. A rinovon çdo 5 vite nëse je në rregull me martesën. Jo, absolutisht, ja. Shkrejt e gabuar. Nuk e, në fund të fundit, qeliza e shoqërisë është familja dhe nuk ka familje me kontratë. Se është një makinë e more me qira, hajtë se po e lë tani, po e dorëzoj. Absolutisht. Unë jam gjithmonë për familjen. Dhe për familjen që ndosh. Po, kur ka konflikte që vërtet nuk mund të vazhdohet me, atëherë po është divorci nëpërmjet gjykatës. Martesa ka dalë jashtë mode? Jo, del martesën e jashtë mode. Po sikur të bëhet martesa si kontrata, që të rinovohet çdo 5 vite. Mos jetë ai betimi për gjithmonë bashk, po pas çdo 5 vitesh nëse janë në rregull rinovohen prapë. Po, e ne ka mundësi. Po ne mosha jonë të shtini, nuk e pranon edhe. A do ishte mirë kjo për shoqërinë, nëse bëj me kontratë? Mos pëlqen e. Nuk pëlqen. Pse nuk ju pëlqen? Po kontratë merr një gjohë kështu që shitet të bledh, po jo njeriu. Po kjo ndoshta do ulte pak atë frikën e të rinjve për divorci, se do thonin nuk jam i detyruar të rri gjithmonë me këtë, po jam 5 vite ose një vit, një sasi kohë të caktuar sa mund të jenë dakord. Për kohën e sotme ka tamam është. Çfarë i pengon të rinjt të martohen? Si? Çfarë i pengon të rinjt që të martohen? Ku dio kanë frikë. Kanë frikë se hoson më kala bajta o di. Ço theu? Faleminderit. Asgjë. Mirupafshim. Mode. Çfarë mendoj? Martesa ka dalë jashtë mode. Pagesa, Martesa. paketa, se gjëje. Martesa ka dalë jashtë mode. Martesa? Po. Ta e dini ju se sa gjëra që po i gjëju, se kam gjuhë, jam 80 vjeç, to se kam gjuhë, nëse kam filluar me gjuhë. Jo po prini një, jo po prini dy, sa fjalë që ose kuptoj mirë. A mendoni që duhet bëhet martesa me kontratë që të lidhet kontrata vetëm për disa vite, jo për gjithmonë? Ja, nuk e shijaj.
ka gatresa aty. Nuk di se si mund të përfundoj për këtë çështje e fëmijëve, çështje e prolëve. A është martesa një lloj kurthi për të futur në një burg Martesa? kurth? Kurth? Edhe mund të jetë. Edhe mund të jetë. Faleminderit.